Zëri Bejta, kemi dëgjuar shpesh herë që të kritikohet Bashkimi Demokratik për Integrim për njerëzit të cilët janë konsumuar atje tashmë dhe kërkohen reforma, si nga opinionistët, por edhe opozita e ka kritikuar shpesh. Dhe tani vlen e nxjerr një kandidat i cili vjen, apo ju, pikërisht nga ajo gjenerat, kur ka qenë në BDI, a është kjo kontradiktore? Jo, nuk është kontradiktore, kjo është një filozofi këtu të na. Në demokraci matët fuqia një politikani sa ka mbështetës. Nëse ti e hek nga partia një antar i cili ka mbështetjen e shumicës votuese, atëherë një dëshpron votuesit edhe dal nga dala jo parti shkatrohet. Nëse ti rreth vetën ban qofti i ri, qofti i vjetër, por nuk ka mbështetjen e votuese edhe nuk rrin me votuesit. Unë për vetën teme, unë asnjëherë nuk jam shkëputur nga votuesit dhe nga qytetarët dhe gjithnjë kam qenë me ta.